محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar ka përzgjedhur që krijesën njeri mos me e lënë të hutuar në jetën e tij të kësaj bote. Ja ka ndriçuar rrugën e drejtë, ja ka treguar atë në mënyrë të saktë se si duhet me identifikua dhe çysh duhet me ecë nëpër te. Gjithsesi, kalim the ka edhe kufizime, ka edhe orientime, ka edhe përgjegjësi, e që në të vërtet po të ndaleshim për një çast me mendu. A është më mirë që jetojmë me obligime e me përgjegjësi, apo sikur të kishim jetu ndryshe? Se cili i mençur do të vinte në përfundim se është begati e veçantë që Allahu i madhruar na e ka bë edhe na ka nderuar me te, që na e ka organizuar jetën deri në detaje. Për shkak se pikërisht nëpërmjet këtyre udhëzimeve të krijuesit të gjithësisë, jeta njerëzore merr kuptim. Edhe sikur të jetonim ndryshe, ajo do të ishte jetë e anarkisë, do të ishte jetë e shfrenimit, do të ishte jetë e hutimit, edhe sigurisht që në asnjë mënyrë nuk do të ishte jetë të cilën njeriu e meriton. Në të vërtetë, të gjitha këto obligime, të gjitha këto udhëzime, të gjitha këto mësime, të cilat Allahu i madhruar na i ka dhënë, e që të gjitha janë për të mirën tonë, e dim se Allahu nuk ka nevojë për kurrë prej asaj që ne bëjmë edhe veprojmë, për arsye se Allahu ka qenë Zot edhe para se ne të ekzistojmë. Kështu që me ekzistencën tonë Allahut nuk është shtu pushteti as zotësia. Mirë po, me ekzistencën tonë edhe me orientimin e udhëzimin që na e ka dhënë, edhe me përuljen tonë, ne bëhemi ma njerëz edhe jeta jonë merr kuptim më të madh. Andaj duhet kuptuar të nderuar vëllezër se megjithatë të gjitha këto begati edhe mirësi që i kemi janë emanet. Emaneti është gjatë cilën njeriu duhet me e rujt edhe me e çu në vend, për me e kuptu se çka ka njeriu borxh kur është në pyetje emaneti, është rujtja edhe përcjellja. Allahu i madhruar ka treguar se edhe në këtë aspekt, edhe në aspektin e sprovës së emanetit, njeriu është veçu. Thot Allahu i madhruar: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ne ja paraqitëm emanetin qiejve, tokës dhe bjeshkëve. Ato refuzuan ta marrin emanetin për shkak se patën frikë nga përgjegjësia, ndërsa të njëjtin e mori përsipër njeriu. Dhe njeriu kur merr përsipër emanet, tregohet i kujdesshëm, tregohet i disiplinuar, e dëshmon se jetën ka vendos me e organizu sipas rregullave dhe kritereve. Dhe derisa është kështu, atë njeriu do të jetë i ndihmuar dhe i përkrahur. Allahu i madhruar e përkrah dhe e ndihmon atë njeri i cili jeton sipas rregullave. Dhe nuk e përkrah, as nuk e ndihmon njeriu i cili jeton jashtë rregullave. Dhe ai i cili merr përsipër emanetin me e rujt edhe me e çu në vend, ai do ta ketë edhe përkrahjen e Allahut fuqiplot, të arriturat edhe mirësitë do të jenë të mëdha, do të jenë të pa imagjinueshme se çfarë përfitime dhe çfarë shpërblime ka njeriu, po gjithashtu edhe përgjegjësia është shumë e madhe, për arsye se besnikëria ndaj emanetit është e lidhur me besimin, ashtu sikur edhe vetëdia
për me e çu në vend çdo obligim të marrën përsipër që është i lidhur me fenë dhe përkushtimin ndaj Allahut fuqiplot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Ai i cili emanetin nuk e ka të shejt, ai i cili emanetin nuk e merr seriozisht, ai i cili emanetin, cilin do emanet, ndash e marrim ato të përgjithshmin, për cilin Allahu tha, ja paraqitëm tokës e qiejve e bjeshkëve e refuzun, e mori njeriu që është komplet rregullimi i jetës tij, sipas mësimeve të qiellit, ose ndonjë emanet caktuar në çfarëdo niveli që njeriu e merr, pra ai i cili nuk ka emanet, ai nuk ka iman. Allahu thot kështu, pejgamberin të vërtet alayhi salatu wasalam thot, la imana liman la amanata lah. S'ka iman ai i cili nuk e ruan emanetin, wala dina liman la ahda lah. Edhe s'ka din ai i cili nuk e çon në vend besën edhe premtimin. Jemi mësuar me lexu Kur'anin, i dëgjojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nganjëherë ndoshta na ik me e kuptu se deri në çfarë masi janë të lidhuna këto përgjegjësitë që njeriu i ka ndaj rrethit me përgjegjësitë dhe obligimet që i ka ndaj Allahut fuqiplot. Por nëse këto të njëjtat i analizojmë, atëherë kena me e kuptu se çfarë roli interesant ka Islami në rregullimin e jetës së njeriut në të gjitha aspektet e saj. Pra një njeri i cili e çon veten besimtar, mu'min, e çon veten muslim, i përkushtuar dhe i dorëzuar ndaj Allahut fuqiplot, nuk mundet me qenë i ktill përderisa të mos bëhet i mirë në të gjitha aspektet e jetës së tij. Derisa të mos bëhet i përkushtuar edhe besnik me secilin me cilin eventualisht mundet me e pas një relacion ose me e pas një punë. Për këtë arsye, dietarët e Islamit kur e kanë zbërthyer emanetin si përgjegjësi, kanë thonë se emaneti i ka tri nivele, ose i ka tri fusha të aplikimit. Ajo pjesa e përgjegjësisë që lidhet me relacionin, me raportin që duhet të ketë besimtari me krijuesin e tij, me Allahun fuqiplot. Ka obligime aty. Ato që quhet përkushtim, nënshtrim, fe, në kuptimin e ngushtë fjalës, sikur se është besimi në radhë të parë me të gjitha ato pjesët e tij përbamëse. Pastaj nënshtrimi konkret nëpërmjet namazit, axherimit, zakatit, haxhit e të ngjashme, dhe në të gjitha këto emaneti është me i kry obligimet me maksimumin e përgjegjësisë dhe seriozitetit, ndërsa konkretisht deri aty ku të çojnë mundësitë tua. Fattaqullaha mastata'tum. Allah i madhruar thot, keni frikë Allahun as sa keni mundësi. Në tjetër ajet thot, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu e ngarkon edhe obligon njeriu, por përgjegjësia e tij përfundon aty ku përfundon mundësia e tij. Që do të thotë se përtej mundësive nuk obligohet, as nuk ngarkohet askush, e si rrjedhoi nuk ka as përgjegjësi. Fusha e dytë e aplikimit të emanetit është përgjegjësia që njeriu megjithatë si qenie shoqërore e ka ndaj rrethit ku jeton. Ajo përgjegjësi është më e madhe dhe më serioze me afërsi. Ata njerëz që i kemi të afërt, aty ne u kemi borxh më tepërmi. Edhe respekt, edhe dashni, edhe dashamirësi. Pastaj ai rreth zgjonohet përgjegjësia, nuk shkon të u paksu, dëshira për me bo mirë, nuk shkon të u paksu, mirë po përgjegjësia, ngarkesa shkon të u zbeh, të u bo ma e lehtë, por shkak se edhe rrezja e veprimit shkon të u bo ma e vogël. Andaj vazhdon njeriu me bo mirë, deri ku të mundet me mri mirësia e tij, edhe këtu ka përgjegjësi të emanetit. Paramendoni, nëse me njëri tjetrin e kemi një relacion, një marrëdhënie, një shitblerje, një kontratë, një çka do të qoftë, edhe aty përgjegjësia është deri në atë nivel që e prek edhe vetë imanin, edhe vetë besimin. Mos të mendon dikush se nëse ndonjërit prej njerëzve ja kombon fjalën me e takum filan orën, ose me ja kry një punë filan orën, ose me e përmbush një obligim, me e kthy një borxh ose një kështu me radhë, nëse nuk i kom dalë fjalë, mos të mendon se valla unë u korita me çit njeri, po e rregulloj diçysh. Jo. Në radhë të parë e korit me Allahun, për çfarë arsye? Për arsye se Allahu është ai i cili
i ka rregullu këto punë edhe të merr në përgjegjësi për këtë edhe për këtë aspekt, edhe për këtë fushë të jetës tone. Mos të mendon dikush se nëse e ka rrajt një njeri, ose nëse nuk i ka dalë në fjalë një njeriu, ose Zoti na ruaj nëse e ka mashtruar dhe e ka tradhtu, mos të mendon dikush se imani i tij metet në rregull edhe nëse ai i fal 5 vakte, të agjeron, e jep zeqate, e bën këto, e lexon Kur'an e kështu me radhë. Jo, për arsye se këto punë janë shumë të lidhuna, edhe për aq sa njeriu lën mangut pa bë atë që duhet me bë, ai iman, ai besim, ai përkushtim zbehet. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thjesht për mëna e tërheq vërejtjen, edhe për mëna vetdisu ka tregu se sikur se e dim, në disa aspekte përballë imanit qëndron kufri, mosbesimi. Në disa aspekte tjetër përballë imanit qëndron hipokrizia, nifaku, edhe i ka përmend shenjat identifikuese të hipokritit në gjona shumë të thjeshta dhe konkrete që njerëzit nga njëherë i nënvlerësojnë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me 3 gjona njihet hipokriti. E para, kur flet, rran, gënjen. E dyta, kur premton, nuk e përmbush premtimin. E treta, kur i dorëzohet diçka në emanet, nuk e ruan emanetin, por e tradhton atë. Këto shumë kujt do të më dog gjona s'ka ndoshta çast shumë rëndësi. Njerëzit mendojnë se s'kan rëndësi për shkak se shumë i bojnë gjatë ditës. Ndonjë gabim që dikush, ndonjë gjuna që dikush e përsërit shpesh, i doket i vogël. Megjithatë, nderuar vëllezër, duhet pas kujdes se edhe më i vogël gjuna, edhe më i vogël gabim me përsëritje rritet edhe bëhet i madh. Kësaj është edhe përgjegjësia e emanetit të sjelljes me njerëzit, edhe të përmbushjes së obligimeve që kemi ndaj tyre, e që në të vërtetë kjo vetëdijsimi për këtë do të na bënte shumë të vëmendshëm edhe shumë të kujdesshëm që të gjindemi aty ku Allahu i madhruar ka qef me na pa, po njëkohësisht edhe të sillemi ashtu qysh jo vetëm që Allahu ka qef që ne të sillemi, mirë po të sillemi ashtu qysh njerëzit vërtet e kuptojmë se që kjo qenë ka sjellje e mirë, që kjo qenë ka islami, që kjo qenë ka përkushtimi ndaj Allahut të madhruar. Allahu na mundsoft që të jemi të sinqertë dhe të përzemërt në lidhjen me te, po të jemi të kujdesshëm edhe të vëmendshëm edhe në lidhjen me rrethin. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vete dhe për ju, ande edhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ekziston edhe aspekti i tretë apo fusha e tretë e aplikimit dhe të kuptuarit të emanetit, e që ka të bëjë me disa detyra dhe përgjegjësi që njeriu i ka ndaj vetvetes. Kur themi kështu, për arsye se pak kush menon se dikush mundet vetit me i pas borxh. A në të vërtet, kjo është mase e vërtet. Secili prej neve vetes i ka borxhe, vetes i ka detyrime. Ani pse mund themi kemi të bëjmë me të njëjtin person, unë muj mja bo halal vetvetes, këtu nuk krym punë halali. Nëse nuk e ke rujt shëndetin tanë, nëse nuk e ke rujt pasunin tane, nëse nuk e ke rujt dignitetin tanë, pastaj këtu lidhet edhe ai përkushtimi i fillimit me Allahun. Këtu halali nuk krym punë. Për këtë arsye Allah i madhruar e ka përmendur në Kur'an, edhe nuk mundet me na ik, pa e pa kur e lexojmë Kur'anin, zullumin që njeriu ja bën vetvetes. Qysh ka mundësi njeriu me i bë zullum vetvetes? Kërkush nuk e merr me kput gishtin ose dorën ose me lëndu veten, përveç se në raste skajshmërisht ekstreme që s'çojnë pesh. Mirë po në përgjithësi gjithkush ja dën të mirën vetes. Në esencë gjithkush ja dën të mirën vetes, mirë po dallon njeriu i cili atë të mirë e kupton çysh është, edhe njeriu i cili në parim ja dën të mirën vetes, mirë po synimin nuk e ka për mirë, për shkak të mungesës vetdijes. Andaj edhe obligimet ndaj vetvetes duhet me i përmbush me emanet, me përgjegjësi, e edhe këto Allah i madhruar na i mëson se cilat janë ato. Pra ne si njerëz në këtë ekzistencë dhe në këtë jetë kemi autonomi të veprimit edhe të zgjedhjes, mirë po edhe ajo liri e zgjedhjes i ka përgjegjësitë e veta, ndërsa kur zgjedhim, sidomos kur zgjedhim me dëshirën tonë, me qenë lidhje të mirëfillt me Allahun fuqiplot, atëherë aty mbetet
aty mbetet vetëm sfida e veprimit, sfida e të ecunit, ashtu që duhet, për arsye se krejt ato gjana tjera Allah i madhruar i ka definu. Sidomos në lidhjen me te, Allah na ka tregu 5 kohë namaz, s'munëm as me i lon 4, as me i bot 6. Gjatë namazit kthehemi në drejtim të caktuar, falemi në mënyrë të caktuar, agjerimin e muajit edhe ditëve të caktuara, në mënyrën e caktuar, e kështu me radhë. Këto janë definime në mënyrë strikte. Ato tjera që e kemi njëri tjetrit të bargj, aty ka hapësirë për me u mundu njëre dhe me bërë rregulla, mirë po orientimi i përgjithshëm, ka duhet me ecë prapë është i definuar. Nuk mundesh me ecë në kahën e kundërt e me thonë unë jam i mirë për rrethin, e njëjta gjë është edhe për vetveten, e Allahun e lutim që Allahu të na bëjë të përgjithshëm, e të na ndihmojë në jetësimin e gjithë atyre detyrimeve që i kemi, të jemi të vetëdijshëm për atë çka po bëjmë, për atë çka po vendosim, për atë çka po zgjedhim, për atë çka po flasim, për atë çka po mendojmë, për arsye se të gjitha këto të nderuar vëllezër janë shumë ngushtë lidhura njëra me tjetrën, e të gjitha këto pastaj së bashku bëhen faktor ose i suksesit që e synojmë edhe lutemi e shpresojmë për te, ose Zoti na ruaj faktorit dështimit që prap lutemi që Allahu të na ruaj prej tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.